Paçolli të tëra të pasurie ka vënë me mashtrime. Po ky pallosh I gjatë, kush është pallosh I gjatë? Një burr. Miq të Piskut. Dale çfarë do na pyesësh? Çfarë është tema sot? Jemi me profesor Angel Luka dhe do ta pyesim. Ja ta heqim çik tek kështu nëse thot ndonjëri që po ti pse mban atë. E kanë thënë atë, e kanë thënë gjithmonë atë. Është për arsye shëndetësore. Shumë serioze. Ti mund ta mbash, mund ta mbash. Po do ta mbaj se s'bën, jo mund ta mbash. Se unë nuk e mbaj për të dukur. Më për ti na po si buri nono sër buri do. Flet mirë. Po çfarë flet mirë më për në televizor të pamë. Te Pisku që nëse të pëlqej unë ndro kanalin. Po s'ka për gjithë kanalet ti den. Ajo. Çfarë temi kemi sot? Sot keni të themi temën e Lalierit. Apo jo? Atë do. Ja, atë do ti. Ne bëjmë çefin. Shqiptarët Rof Lalieri do të pra ja ku kemi brenda 3 metrave kemi 20 temën Lalierit, tjetri thot Rof Lalieri. Shqiptarët janë të varfër apo të vjedhur? Të vjedhur. Shqipëria nuk është e varfër. Shqipëria nuk është as pak e varfër. Shqipëria është thjesht e vjedhur, e grabitur. Masivisht. E grabitur masivisht nga një klasë sunduese e vendosur si e tillë për të grabitur. E kanë vendosur tuajt për të pasuruar vetë dhe për të mbajtur pushtetin vetë. Ata me anën e këtyre që kanë këtu përfitojnë edhe pasuri, po përfitojnë edhe nga ana morale, nga ana politike. E njëjta gjë ndodh andej. Këta tanët mbrohen nga ata andej. Kështu që loja është e përbashkët. Çfarë po ndodh tani? Kemi pas shumë lëvizje. Kushtetuesja ndërhyu për Lalierin, tha që do jetë kryetar bashkie, hodhi Edi Rama dhe presidentin. Balluku u paraqit në SPAK, kemi zhvillime. Më ka dëgjuar mua kushtetuesja. Pse ti të qendrim ke Po ç'a kam mbajtur, ç'a kam thënë? Që pushteti I njeriu të zgjedhur nga populli nuk merret arbitrarisht. Populli e ka zgjedhur, populli mund ta rrëzojë. Nuk ekziston mundësi tjetër. Kjo a lind një mundësi tjetër për Erion Velian që të shpallet I pafajshëm edhe Dale prit tani tjetër histori kjo. Mos haro mos I ngatroni gjërat. Mos haro çat kam thënë unë në momentin e parë që ai është arrestuar. Unë kam bërë pyetjen kush e arrestoi? Kush e arrestoi? Ai pra violinisti. Violinisti, cili violinist? Olz Dado. Tani, dëgjojnë që këtu tani. Që sekondën e parë unë të kam thënë që nuk dihet mirë se kush nga këta të dy është më I korruptuar dhe më kriminal. Midis Olz Dados dhe Erion Veliait. Tani, provat nuk I kam unë. I kanë ata që I kanë. Ashtu. Ata pretendojnë se kanë prova. Po mirë, si ky arrestoi dhe ka dalë jashtë skenës fare tani, prit. Dale, po pikërisht pra, nuk e kuptoni lojën juve atëre. Sepse Olz Dado ka një historik të tërë me maskarallëqe, më fal se po e them kështu. E kemi thënë. Ashtu. Dhe natyrisht, ai është I shantazhueshëm. Lalieri s'do, siç do kam thënë, ka një mas të madhe njerëzish që e përkrajnë. Po. Ata I kanë dëgjuar në momentin që vendosi kushtetuesja, u doi qielli me fishek zjarri, u zbardhi gjithë, u bë ditë. Tani, kushtetuesja veproi ashtu siç thot ligji. Pik. Dhe shqiptarët duhet ta falenderojnë për atë që dhanë. Pjesa tjetër penale ka tjetër histori. Tani, në sytë e mi, pavarësisht që ka provat atje, unë gjykoj, unë si qytetar gjykoj që është e pamundur që ai të mos ketë futur duart në korrupsion dhe në fshehje parash e tjera, ndërkohë që për Erion Velian, ndërkohë që shumë nga drejtorët e tij kanë ikur në burg dhe janë provuar që kanë qenë fajtor. Tani, kjo është tjetër histori. Po. E keqja më e madhe është mund të shpëtojë kësaj historie siç I shpëtoi edhe kushtetuesis? Unë them që jo për vete. Unë them që jo. Po natyrisht, këtu duhet pasur parasysh që faji I kryer nga SPAK-u, do rëndoj mbi SPAK-un shumë herë më tepër nga çdo rëndoj mbi Erion Velian. Sigurisht. Dënohet edhe SPAK-u për të veprim që bëri. Kush e dënoi kushtetuesja? Nëse Erion Velia I futet me bukë në trast, patjetër. Imagjino të. Çka kujtove ti? Probleme edhe nga. Çka kujtove ti? Atëre ligji Erdiçun thot kështu. Pavarësisht se çfarë faj ka bërë njeriu, prokurori, oficeri policisë dhe gjykatësi duhet ta dënojë për atë që ka bërë, jo për atë që s'e ka bërë.
Dhe nëse gjyqtari, prokurori apo oficeri policisë kanë thyrë ligjin edhe në të drejtën e tyre, do të thënë në kohë që bën hetimet apo veprimet e tjera gjyqësore, nëse kanë thyer ligjin, ka ushtruar dhunë apo të tjera, ligji ka dispozita. Dënohet dhe të sigurojmë që Lalieri do ta bëj. Do ta bëj këtë, po, është. E sigur. Unë nuk besoj që Lalieri ta lej atë Olzdatun t'ja hedhi thatë. Se unë s'kam mbaruar punë me të, ti je i sigurt. Unë me Olzdatun nuk kam mbaruar punë. Ashtu. Jo vetëm atë, por edhe me shumë të tjerë. Me të tërë ata që kanë bërë atë që kanë bërë në kundërshtim me ligjin. Vrime Gjilperës, më e holla. Nuk diskutohet ajo. Unë ja u kam thënë troç, unë nuk i dhe majtas djathtas, unë flas me emra, flas me gjëra konkrete. Domethënë, prokurorët janë 300 apo 400, unë kam zënë në gojë 100. Po tash 100 janë të shkretët. 100, çaj, buket djathi ka. Edhe siç e dini edhe të premten në datën 24, ashtu dhe. Prokuroria që ka mbajtur 2 vjet e gjysmë, gati 3 vjet dosjen me 400.000 euro, u përjashtua përfundimisht dhe unë datën, domethënë ajo u përjashtua me vendim të kolegjit posaçëm të apelimit në datën 24 tetor, unë në datën 8 tetor kisha bërë tjetër kërkesë kolegjit të apelimit që ajo të përjashtohet. Edhe me prova. Për kë keni fjalën për Mirela Çano Zavalanin. Mirela Çano Zavalani. Po kanë dalë lajme që jo po çanta e vajzës kaq mijë euro dhe për këtë gjë e kanë hequr. Po lere ato, dëgjoj këtu. Ja që ta sqarojmë për këtë. Edhe një herë. Domethënë komisionet e vettingut bën një hetim pasuror në përgjithësi dhe hetim me dosje duke parë nëse prokurori ka bërë veprimin e duhur apo jo, i është përmbajtur dispozitës ligjore apo jo. Dhe mund të ndodhin, përgjithsisht ata kanë përjashtuar ata që kanë pasur probleme pronësore, domethënë pasurore. Ka dalë që ajo ka bërë një ashtu. Kjo është një indicie, nuk është fakti i vërtet për të cilin ajo është shkarkuar. Ajo është shkarkuar se ka një pronë 634 metra katror atje me tokë me të tëra. Për çantën jam kurioz me parë tuaj ka marrë. Ore, mua s'më duhet fare me cilët pare e ka marrë. Për mua është fajtore. Që është fajtore, po më... Atëre kuptoni një gjë, se ndoshta njerëzit nuk e kuptojnë mirë këtë. Ndoshta nesër ndonjë etus mund të thotë shu, po jo ajo s'ti ka marrë ty, s'ke prova që ti ka marrë ty. Dëgjoj mirë tash ç'a ndodh. Në momentin që ajo është konstatuar dhe është vërtetuar që ajo ka një pronë të paligjshme që do të thotë me korrupsion, e ka marrë me korrupsion, ka marrë para ajo, ose ka marrë pronë të një lloji X. Mund të ketë marrë shpërblime si ato çantën për shembull. Ka diçka më të madhe se ajo. Prit, dhe ka bërë diçka më të madhe si ajo. Ç'a ndodh? Mundet që ajo këtë para dhe këtë pronë për të bërë ato 634 metra katror ndërtim 4 kate atje ku i ka bërë, mund të ketë marrë më përpara. Mund të ketë marrë nga tjetër gjë. Mi po ç'a ndodh? Ju e dini që bankierët janë super të fuqishëm. Kanë informacione, kanë njerëz, kanë në dorë njerëz dhe shikut, policisë e tjera tjera, marrin informacion. Dhe thonë, kush e ka dosjen e Angjell Lukës? Prokurore Mirela Zavalani. I thoni prokurore sta edhi poshtë, se ndryshe ja bëjmë gjemën. Kaq. S'ka nevojë t'japi paraj, e shantazhon. E kupton sa e thjeshtë është? Dhe shantazhi. Këta mbyten me i piku uj pastaj? Këta mbyten me i piku uj, këta janë mbaruar. Vazhdojnë, për lyën, se s'ka si dalin. Po pra, ata janë futur të tërë zinxhir, kanë tërhequr njëri tjetrin dhe s'dalin dot. Koka ka hy me kohë, tani... Tash ata janë... Tani, që pëndodh me Ballukun? Shkojnë në SPAK, tani... Tani, unë ta thash ty dhe ta kam shkruajtur në SMS, në WhatsApp, kur ka qenë, që vini re që në të njëjtën kohë do ta le të na përgjojnë, s'ka gjë. Më thoni në cilin njëre një kohë, më falni se do të them që ta them më troç unë para 1-2 ditësh i thash një personi, i thash që unë kam atë parimin se në kohën e luftës partizane para 85 vjetësh beshin trakte dhe në fund të traktit shkruaj lexoje, shpërndaje dhe mos ja dorëzo armikut. Kështu ishte varianti në kohën e luftës guerile. Ndërsa unë them kështu, lexoje, shpërndaje dhe të lutem në mënyrë të veçantë armikut në dorë. Armikut në dorë. Tani, unë të thash ty që ditën që Bela ka vajtur në SPAK, edhe Beloshi ka vajtur në prokurorin e Tiranës. Kush Belosh? Beloshi. Bexhet Paçolli. Bexheti. Po pse rastësisht dojti? Ja të dy njerëzit që janë të njëjtës dosje. Për mashtrim.
si qëlluan të dy këta? Sa herë kam thënë që ata të Spakut vjedhin informacione. Vjedhin informacione. Domethënë marrin informacione që ka një kallëzim, se një kallëzim ka patjetër informacione. Domethënë nëse do të themun që Altini më ka vjedhur, ku e ke provën do thotë që Altini ka vjedhur? Dhe kjo prova është informacion, që Altini na pas ka vjedhur. Se mos e marrin seriozisht. Jo, se nuk e marrin seriozisht ata, e din që kemi shaka. Altin X-i. Po, Duman. Dumani për shkak. Dëgjon ti. Domethënë, në çdo kallëzim ka shaka se nuk e dim edhe për Duman. Çdo kallëzim ka informacion. Këta ç'a bëjnë? Marrin informacionet e një kallëzimi dhe nuk i zbardhin, sepse po ti zbardhin, po ta nxjerrin të vërtetën. Aty për aty do të thonë që Angjel Lukësi është bërë ky dëm dhe duhet i kthehet dëmi. E kupton? Po. Ata nuk e thon këtë, po ç'a bëjnë? E edhin diku tjetër. Këtë lloj informacioni e edhin diku tjetër dhe shtiren sikur nga filan burim kanë ngritur për shembull ata të tatimeve të Fierit, kanë zbuluar që bankës na i paska ikur shtetit. Po si qelloi që pikërisht ditën që ata më kthyen përgjigje mua, në datën 1 korrik, më ktheu përgjigje gjykata pikërisht për Alpetrolin dhe për Adriatic Ladhën, të nesër me në vajtën arrestuan ata në Fier. Një ditë vetëm e rëtiqun. Si qëllojnë që dy njerës që uni ka kalzuar në prokurorin e Tiranës, njeri shkon në Spak, se atje e ka vendin, Belinda Balluku, dhe ai tjetër vjen prokurorin e Tiranës, se atje e ka vendin. Që shtoni ju, rastësisht? Jo, nuk është rastësisht. Atere, rastësisht është që nga dora ime janë denoncuar dhe janë kalzuar Petrit Fusha, ish krye prokurori Tiranës, i përjashtuar dhe i ka bërë dhe gjykim, pavarësisht se ata kanë marrë në mbrojtje, se i ka korruptuar prap nga para. Elisabeta Imeraj, ish krye prokurore Tiranës, Drita Areshka, ish krye prokurori Tiranës. E kupton ti? Ardian Braho, Mirela Zavalani që kemi tani, e sa të tjerë, të tërë këta janë kallzuar nga unë, ata përjashtohen edhe unë s'kam të drejtë, ja fus kot. Do thot kjo ja fus kot, unë si ja fut kam kot. Tani ta bëj pyetje kështu. Po be si të doj kokën e qefit. Po luajnë ato me ty apo po luti me ata? Jo, me këtë që the tani, që ti bën gjitha këto dhe këto, ai e çon Fier, e çon andej, e çon këtej vetëm për të hallakat gjithë gjën, domethënë. Dëgjojnë që këtë. Shkak pasojë dhe jo rastësore. Dëgjojnë që këtë. Ke vajtur leje për peshk ti? Ke peshkuar leje? Dielën ishte. Ishte dielën? Qa bendi? Eth një karem, edhe pret që të vej peshku. Po, është e them që... Ka pesh vegjël, jo pesh... Mi s'ka gjë, është... Sa për vete? Ndodhë në njerë që peshku taj karemin dhe të mos bjerin? Sa herë ndodhë... Ashtu dhe sa herë, shiko sa mire the, sa herë ndodhë shumë herë që ata peshku... Më shumë u shqe peshit atje se sa e kapë. Bravo. Pikërisht kjo ka ndodhur me mua. Që unë kam edhur karemin që ata të hanë, se po sengrën ata nuk duket me të vërtet faj. Pikërisht nga që kanë ngrën, ka dalë faj i sheshit. Tani unë që i kam ushy ka shumë të peshit, do i kapun i ditë ato të më thë? Po ata janë të kapur e qunë, ata janë brenda rjetës. Ata janë brenda rjetës e rëti qunë. Mos i fuz jo fare unë, as kërimba, as karkaleca, po ti bëj që të duash, ata janë... Da e bëj veç me imitus tani. Jo këtu, këta të mit janë të tërë brenda rjetës, dhe mund të kam thënë këtu. Mos të qajnë rjetën se... Po, më falë... Jo këtu, të kam thënë 100 herë, po nuk ka arrestua Altin Dumani, nuk bëhet këve. Ne shqyqy që e keme, populli bërë i gjapër Altin Dumani. Populli kur të hapi sytë, se është akoma në kokër të gjumit, e ka orën 2-3 të natës akoma për popullin. Kur të bëhet dit, e të hapi sytë, atëre do shiko qa është bërë. Tani Belinda të shkojnë burg apo jo? Se s'bënë, po se s'bënë, qa flisni kodë ju? Qa, Andra shikoni ju? Po Pacolli? Po Pacolli ka pjesën e vete, Pacolli të tëra të pasurie ka venë me mashtrime. Po ky pallosh i gjatë, kush është pallosh i gjatë? Një burë. Ai e ka radhën pas këtyre, të kam thënë unë, edhe ca ditë. E mban mend qatë tashun? Aty? Edhe ca ditë. Edhe ca ditë. Po si ka mundsi kjo, je thot me përkëdhelijat e pallosh i gjatë Belinda Ramës apo? Po tash se si e thot ajo shkoni pyesni atë, se si e thot. Çfarë detaj ka pa domethënë që është pallosh i gjatë? Po ajo e di ajo. Mos më bëj pyetje mua, mos më bëj mua pyetjen që duhet ja bësh asaj. Shko bëj asaj.
S'do të Po thotë shty kjo fjalë. mikrofonat, e pesi shty mikrofonat kur fut ke spaku aty. Punë e saj s'do t'i japin përgjigje, s'do të thotë gjë ajo te gazetarët. Po atje brenda do japi përgjigjen se s'bën. Rama që një moment që pati një lloj largimi ndaj Belindës, por tani këto orët e fundit ka filluar që të afrohet prapë. Pra mos ndoshta ka rregulluar punën ajo. Edhe një herë, ajo nuk rregullon dot punën, se edhe po e rregulloi sot do t'i prishet prapë nesër. A ka një përçarje midis tyre dyve? Atëre Rama nuk është budalla dhe e di shumë mirë që kur më fal për shprehjen bëhet ai kështu mullar, Mullar. Rama ta kthen gratë dhe normale është. Fare normale. Edhe palloshi gjatë. Jo, ajo, domethënë kjo lloj sjellje është fare normale dhe ai siç të kam thënë, ai ka deklaruar që ka thënë që nëse ti e bër për te dere spakut, me mua s'ke më punë. E ka thënë vetë ai. Dhe shumë mirë bërë që ka thënë. Unë e çmoj që ka thënë. Ashtu. Nga ana tjetër. Po kur shkoj vetë, thotë edhe për veten. Jo, do t'ja thonë ata të tjerë, kujdes t'i thonë. Tash i vajte atje, Jepi drejtim. je në anën tënde, si e me ne. Dhe ati ka ardhur radha quna. Ashtu. Ai ka ardhur radha se jo se iku Belinda, apo se iku Lalieri. Ai e ka pasur radhën prej kosh atje. Prikosh. Thjesht ka bë këto lojrat shah. Thjesht ka bërë këto dhe edhe tjetra, ka njerëz të interesuar në përbot që duan që ai të jetë në pushtet, se ai ka mbuluar krimet e tyre këtu. Sa të gjen një që zëvendësoni deri. Sa të gjen një që po aq të devotshëm që t'ju rregulloj tëra këto punë. Njësoj si ai, siç kishin salën. Siç kishin ç'a ndodhi me ç'a po me marifeti ka bërë, po me urën dhe po ç'a marifeti ç'a marifeti luajti Sala tani që këtej shkota ke spaku, u tërhoi tani sikur duket sikur e ka rregulluar me këtë. Po i shërben akoma këtyre Sala? Jo, e thjesht fare ortiçun. Ata të spakut janë të tërë të shantazhueshëm, janë futur në lojë ata, janë futur në korrupsion. Nuk e kuptoni juve. Ju e dini budallënj, këta kujtojnë se më vjedhin informacione mua sa për dieni. Nuk e din që bëjnë mirë që mi vjedhin. Po, e cedi. Shpëndajnë dhe dorëzoheni ke armiku. Po pra, se ato që mi vjedhin mua, i përdorin për të zënë me dru kokës njëri tjetrit. Dhe unë i kam thënë 100 dera ti Dumanit atje, i kam thënë, çuni mirë, hap derën, që informacionit i marrësh nga unë, kallëzimet i marrësh nga unë aty brenda, të vullosura me vullën e sekretarisë, që të mos ketë rrjedhje informacioni. Jo, thotë ai, dërgoj me post. Edhe mos u afro këtu. Kupton? Mbyll derën ai. Aron që me atë derë që mbyll ai, hapen 100 dyrë të tjera. Po dy fjalë për këtë ikjen e Fatos Nanos, që qau i gjithë Shqipëria. Të thashun, Shqipëria është në orën 2 të natës. Kur të zgjohet nga gjumi, mbase do të shikoj që nuk duhet qante, po duhet qeshte. Duhet edhe herë një kryeministër si Fatos Nano, thonë. Po, pse? Që të lozi tërdit Bigjoz. Që të bëj Bigjoz Shqipërinë. Për qa? Ka qenë kryeministri më i dal për shqiptarët. Po pra të thash edhe një, kur të zgjohen nga gjumi, se nuk tha kota i dha. Ishte njeri prift. Do më thënë, cop fshatar atje vajti jashtë shtetit, po themi për shembull si në Greqi edhe atje, çat bende, punoi te një prift, edhe e mori ai për zmeqar, kur u kthye këtu i tha unë kam bërë shkollë atje për prift. Edhe mos zgjohen prift në fshat. Ky beri namin atje, tëra maskarallëqi, ti ropi ata fshatarët, i beri tëra të këqijet e mundshme. Po erdhi një ditë që u plak. Po para se të plakej, ishte martuar, kishte bërë fëmijë, çunin e çoi me të vërtet për të bërë shkollë. Për prift. Se e kështë parë lezetin vetës në biznes. Edhe erdi dita që çuni mbaroi shkollën, u kthye u bë prift në fshat, dhe jati ishte duke dhënë shpirt, e thret të birin, e thot, aman o biri, thot, mu kungoj, thot, se unë kam bërë shumë të këqija, edhe do më mallkoj gjithë fshati. I erdi kohë e vdekjes ati, e dinte ai që, domethënë sido që tjetë diçka kishte mbetur nga thenjet e fesë. Vede biri, thot, baba, thot, ik pa merak, thot, se nuk të mallkon njeri. Ama në biri, thot, po unë kam bërë këte, kam bërë këte. Po pra, ik baba i tha, se nuk të gjen gjej, tha. Ama në biri, tha, po kam bërë dhe këte, po kam bërë dhe këte. Gjorë, baba i tha, ik të thash unë, tha, po të themi, tha, dhe ik i qetë ta në atë bota, se nuk të mallkon do të njeri ty, tha, se ti, tha, për shembull, tha, për një dasëm ke marrë një Napoleon, unë do marrë 3. Ti ke quar njeri në vdekje me 2 Napoleon, unë do marrë 6. Da harroj shpejt. Da harroj shpejt të dalun. Ti tha i ke bërë filanit
gruan tha, unë do t'i bëj gruan e vajzën e kushurinë e qatë E ketë. po priftit e? Po priftërin me maskarejë se shpe, ku ka? Ne, se e di gjithë bota. Po hajde, s'ka rëndësi. Po, tem tjetër kjo. Do me dhenë, Masor zëmët. tema është kjo që me që dolën ca maskarejnë më maskara se aji, njerëzit thonë tash sa i mi ishte nanë. Në rregull jeni? E mordesh. Kanë qarë më shumë se për Enver Hoxhën më burr, për Fatosnanën. Po mire, Kush të dilte më i pari në media duke bërë garë Dgjoj, e di- takimi i fundit dgjoj me këtu. Nanon, ku e njofta Dgjoj Nanon, këtu, ku dgjoj e këtu. piva gotën, ku e lujta letrën. Dgjoj këtu, e di teorinë e Lavjersit ti? Jo, unë s'di asgjë, jam Teoria e Lavjersit është. Nul E di komplet. çfarë është Lavjersi apo? Nul fare. Lavjersi e Rejorës. Jepi për jepi. Ah, Se ajo e dashit. Lavjersi ngrihet për shembull ta zëm 45 gradë në të majtën dhe kur bie shkon 45 gradë nga krau tjetër. Dakor? Dhe vazhdon kjo lëvizje. Shqiptarët kanë qarë shumë këto vite, më falë, kanë qeshur shumë këto vite me gallatat e parlamentit e budalliqit dhe këtu, dhe erdhi koha që kishin nevojë edhe të qanin Të çik. qanin, Ka shku ki 45 tjetër. Ka vetë 45 tjetër. Pra, po këtu do vim prapë se të shtyjë edhe ajo pra. Sa të marrën bukët e doktor. Kur vdesi Rama, kështu do bëjmë kur vdesi Rama, kur vdesi Berisha. Këtë punë kanë. Fillu qanë edhe për njëri tjetër, qajti Berisha për Fatasnanon. Këtë punë kanë, mos kim në ratë. Ishte shumë Këta preks, janë- shumë preks. Këta janë showmen, domethënë njerëz që lozin teatr me popullin e tyre dhe me radhë. Sot lozin këta, nesër do lozin me këta, e kështu me radhë. Profesor, të përshëndes, të falenderoj shumë. Gjithashtu. Sot më ke dhënë edhe kështu mësime të forta, mësime mbajnë gjithmonë në ekuilibër. Është një prej disave. Patjetër, s'bëhet fjala, por gradualisht se gjitha si më mendni, harrojmë shpejt. Ja ta e gjithë një rund ju të përshëndes. Kjo kapelja nuk është për show. Pas ke pa diçka Dakor. domethënë. Jore, në rregull, nuk është për show, është për nevojë. Përshëndes, ti je mirë. Kalofshi mirë. Gjithë mirë. Aktin shëndet.